Zonja dhe zotëri ju përshëndes, po ndiqni lajmet në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me titujt kryesor. SPAK njoftoi dërgimin në gjyq të 6 grupeve kriminale, pjesë të cilëve ishin 27 persona të akuzuar për krime të rënda si dhe vrasje dhe trafik droge. Ata u zbuluan nga komunikimet e tyre në aplikacionin Sky. Nën akuzë janë edhe 3 zyrtarë policia. Gjykata e Elbasanit kalon në qelit arrestuarin e tretë për vrasjen e Mondi Mahallës. Nevzat Spaho akuzohet si bashkëpunëtor dhe përballet me akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim ndarmbajtje pa leje. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi miratimin në Washington të një tjetër rezolute nga 80 parti të djathta dhe qendrës së djathtë që mbështet opozitën shqiptare përballë instalimit të një narkodiktatura. Gjermania është përgjigjur kritikave të administratës amerikane sipas të cilës qytetërimi evropian rrezikon të shuhet brenda 20 viteve. Ministri i Jashtëm gjerman ka thënë se SBA është vend aleat, por jo për të dhënë këshilla të panevojshme. Caktohet kalendari kombëtar i son për botorin 2026 në rast se arrin të kualifikohet nga play-offi. Kuqezin do të luajnë ndeshjen e parë ndaj Tunizisë më 14 qershor. Dhe ndalemi më gjërësish me zhvillimet e ditës. SPAK njoftoi dërgimin në gjyq të 6 grupeve kriminale, pjesë të cilëve ishin 27 persona të akuzuar për krime të rënda si vrasje dhe trafik droge. Ishin komunikimet e tyre në aplikacionin Sky që zbuluan përplasjet dhe planet për eliminime. Nën akuzë janë edhe 3 zyrtarë policia. 6 grupe kriminale, pjesë të cilëve ishin 27 persona mes tyre dhe 3 punonjës të policisë u dërguan në gjyq nga prokuroria e posaçme, e cila thot se ka zbardhur 9 ngjarje kriminale disa episode të trafikut të lëndëve narkotike. SPAK seron përmes një njoftimi zyrtar se ngriti akuzë si drejtues të këtyre grupeve kriminale për ish deputetin socialist Arben Doka, Tori Xhexhukën alias Hektor Xhexhuka, Durim Bamin, Ervis Martinën, Leonard Dukën dhe Elson Reçin. Komunikimet e zbardhura në aplikacionin Sky si zbuluan përplasjen e grupeve me njëri tjetrin dhe përpjekjet për eliminimin fizik të kundërshtarëve gjatë vitit 2020. Të pandehurit Arben Doka dhe Arjan Tuku në rolin e organizuesve dhe drejtuesve të një grupi të strukturuar kriminal kanë siguruar kushe për të kryer vrasjen e shtetasve Durim Bami dhe Valter Bami. Kanë planifikuar vrasjen e shtetasit Alex Ndreka alias Aleksandr Deda më 1/12/2020. Një grup i strukturuar kriminal i drejtuar nga i pandehuri Tori Xhexhuka alias Hektor Xhexhuka, i financuar nga i pandehuri Ervis Martinaj, kanë tentuar të vrasin shtetasit Durim Bami dhe Ervin Kodra në vendin e quajtur Ura e Tapizës. Si kundra përgjigje, hetuesit zbuluan se Durim Bami tentoi në vitin 2020 të kryej atentatin ndaj ish deputetit socialist Arben Doka. I pandehuri Durim Bami në rolin e krijuesit, organizuesit dhe drejtuesit të një grupi të strukturuar kriminal në bashkëpunim me të pandehurin Endrit Dokle kanë siguruar kushe për të kryer vrasjen e shtetasit Arben Doka, kanë siguruar kushe dhe mjete materiale për të kryer vrasjen e shtetasve Tori Xhexhuka alias Hektor Xhexhuka dhe Erikers Mihasi. SPAK thot se ka dokumentuar edhe përpjekjet e ndërsjellta të Ervis Martinës dhe Leonard Dukës për eliminimin fizik të njëri tjetrit. I pandehuri Ervis Martinaj në rolin e krijuesit, organizuesit dhe drejtuesit të një grupi të strukturuar kriminal, gjatë vitit 2020 ka siguruar kushe për të kryer vrasjen e shtetasve Leonard Duka, Elvis Gaça, Altin Gega, Fatmir Hyseni dhe Armando Hyseni. Të pandehurit Fatmir Hyseni, Erlis Duka dhe Altin Gega, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, të krijuar, organizuar dhe drejtuar nga Leonard Duka, kanë siguruar për të kryer vrasjen e shtetasve Ervis Martinaj dhe Erikers Mihasi. Hetuesit thonë se kanë zbardhur tentativën për vrasjen e prekngjinit në shtator të 2020 me shpërthim të telekomanduar në Tiranë. I pandehuri Elson Reçi alias Elson Kaçorri në rolin e drejtuesit të një grupi të strukturuar kriminal në bashkëpunime të tjerë ka siguruar kushe për vrasjen e shtetasit Prenggjini alias Preng Badanaçe. Në gjyq, si pjesë e grupeve kriminale për lehtësimin e aktivitetit kriminal të kultivimit të kanabisit, u dërguan dhe ish drejtori i policisë së Lezhës Enriger Dmitri, Klodian Shahini dhe Altin Morina. Gjykata e Elbasanit kalon në qelit arrestuarin e tretë për vrasjen e Mondi Mahallës. Nevzat Spaho akuzohet si bashkëpunëtor dhe përballet me akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim ndarmbajtje pa leje. Nevzat Spaho, një nga 3 të arrestuarit për vrasjen e Mondi Mahallës në Elbasan, ka dalë këtë të shtunë përpara gjykatës së Elbasanit. 29 vjeçari do të qëndrojë në qeli pasi gjykata vendosi ndaj tij masën arrest me burg. Ai u arrestua si bashkëpunëtor dhe përballet me akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje.
Një ditë më parë, gjykata la në burg shortakun e Mahallës, Gino Ago, dhe rojen e karburantit Xhaxhi Oil, ku ndodhi ngjarja, Kujtim Pisha. Ago akuzohet për vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje, ndërsa roja akuzohet për moskallëzim krimi. Ndërkohë, po për ngjarjen e rënd, policia ka shpallur në kërkim edhe 2 persona të tjerë, Marcelo Aranin dhe Armando Kolën. Mondi Mohalla alias Edmond Hyka u ekzekutua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup mbrëmjen e 30 nëntorit sapo kishte dalë nga një zyrë në karburantin në pronësi të tij Xhaxhi Oil dhe hyri në makinë. Ai u qullua në kokë me 2 plumba pistolete duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Nga pamjet e kamerave të sigurisë duket vrasësi me kapuç në kokë që doli nga makina Audi, u afrua dhe e qelloi. Autori u largua më pas drejt Librazhdit, ku dogji automjetin në Mirak, brenda të cilit u gjetë djegur edhe pistoleta tip Beretta e përdorur në krim. Deri në këtë fazë të hetimit, policia siguroi informacione edhe për personin që kreu vrasjen, ku sipas burimeve bëhet fjalë për një qitës me origjinë nga Mali i Zi. Emri i tij nuk bëhet me dije nga autoritetet, por dyshimet janë se ai është larguar nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut në mënyrë ilegale. Vjojme flasim për kronik, një 76 vjeçar është arrestuar nga policia pasi tentoi të vriste bashkëshorten 70 vjeçare, duke plagosur rënd me një send të fortë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 17 të qytetit të Durrësit. Nga veprimet e parahetimore rezultoi se i moshuari gjatë një konflikti për motive të dobta në banesë ka ushtruar dhunë fizike ndaj gruas së tij. Nga pamjet e publikuara nga policia, duket të 76 vjeçari me shkop në dorë që ndjek në përshkall gruan për ta goditur. Ndërhyrja e menjëhershme e policisë parandaloi për shkallëzimin e dhunës. Si pasojë e goditjeve, 70 vjeçaria ka pësuar dëmtime të rënda fizike dhe u transportua menjëherë në spitalin e traumës në Tiranë. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 drejtuesit automjeteve që u përfshin në aksidentin e ndodhur mbrëmjen e djeshme në Nazën e Madhe, ku përpasoi humbi jetën 38 vjeçari Olton Xhambeu që lëvizte me motor. 2 drejtuesit e mjeteve, 51 vjeç dhe 24 vjeç, u arrestuan si të dyshuar për veprën penale të shkeljesë rregullave të qarkullimit rrugor. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi miratimin në Washington të një tjetër rezolute nga 80 parti të djathta dhe qendrës së djathtë që mbështet opozitën shqiptare përballë instalimit të një narkodiktature. Partia Demokratike ka publikuar një rezolutë të miratuar nga organizata e partive të djathta e udhëhequr nga Partia Republikane Amerikane, IDU. Sipas saj, dënohet qeveria Rama për keqeverisje, abuzime taksat si dhe për zgjedhje jo të lira dhe të ndershme. Kryedemokrati Sali Berisha tha para mediave se kjo rezolutë evidenton bashkëpunimin e grupeve kriminale me qeverinë, si edhe efektet negative në ekonominë shqiptare. Bashkimi Demokrat Ndërkombëtar konstaton rënja e demokracisë dhe lidhja shtet-parti-krim. Ekonomia shqiptare është në rënje të lirë. Shok të vërtet ka pësua turizmi nga narkoshteti, sepse rënja e euros nga parat që hynë me 35%. Shtrejtoj turizmi në Shqipëri për çdo turist me 35%. Berisha foli edhe për zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike, duke paralajmëruar demokratët që nuk kanë kontribuar për opozitën në fushatën e 11 majit. Mbaruan zgjedhjet, pati nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit të Partisë Demokratike, të tjerë antar kryesie, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Pati të tjerë që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Pati të tjerë që shkuan me pushime në fushatë elektorale. Nga kjo analizë nuk do të shpëtojnë as drejtuesit politik të Partisë Demokratike. Do ketë analizë për çdo njeri. Një parti e lirë nuk njeh kufi. Takimet e Ervin Saljanit me demokratët i cilëson si takime private, të cilat nuk kanë lidhje me forumet e Partisë Demokratike. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Ndërkohë, do ndigjohet çdo zë brenda forumeve. Ata që zgjedhin privatën kanë bërë zgjedhjen e tyre. Pas nisjes së takimeve, Berisha thotë se është takuar vetëm me Ilir Ali Mehmetin dhe jo me Ervin Saljanin. Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Antari kryesisë Saljani nuk ka kërkuar. Kryetari i Demokratëve thekson se foltorët që ai ka nisur në të gjithë Shqipërinë nuk janë një analizë, por informimi i demokratëve për manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit, si dhe për të dëgjuar propozimet e antarësisë për të riorganizuar partinë.
Gjatë konferencës ndërkombëtare mbi ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko e ka cilësuar integrimin e Shqipërisë në tregun unik të pagesave në euro SEPA si një nga arritjet më domethënëse të kohëve të fundit. Modernizimi i sistemit të pagesave dhe transformimi digital mbetet në fokus të Bankës së Shqipërisë. Kështu deklaroi guvernatori Gent Seko gjatë konferencës ndërkombëtare mbi ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë. Në Bankën e Shqipërisë transformimi digital është kthyer në një objektiv strategjik që po ndikon drejt për drejt në mënyrën se si funksionon sistemi financiar i vendit. Një nga arritjet më domethënëse të kohës së fundit është dhe integrimi i Shqipërisë në tregun unik të pagesave në euro, SEPA. Paralelisht po punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për modernizimin e sistemeve të pagesave brenda vendit, për të mundësuar pagesat të menjëhershme digjitale 24 orë në 7 ditë të javës, për të nxitur përdorimin e pagesave elektronike, për të reduktuar përdorimin e paras fizike cash. Banka e Shqipërisë mbështet idenë se përmes inovacionit dhe investimit në dije mund të ndërtohet një ekonomi më konkurruese dhe më elastike. Gjermania është përgjigjur kritikave të administratës amerikane sipas të cilës qytetërimi evropian rrezikon të shuhet brenda 20 viteve. Në Berlin, ministri i jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, ka deklaruar se Gjermania nuk ka nevojë për këshilla të jashtme me çështjet e brendshme, duke u përgjigjur kritikave të fundit nga administrata amerikane. Ai foli gjatë një konference të përbashkët me ministren e jashtme të Islandës. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind und bleiben. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe mbeten aleati ynë më i rëndësishëm në aleancë. Megjithatë, kjo aleancë fokusohet kryesisht në çështje politike dhe të sigurisë. Sigurisht bazohet edhe në vlerat përbashkëta, por unë besoj se tema si liria e shprehjes apo organizimi i shoqërisë sonë të lirë nuk bëjnë pjesë në këtë kontekst. Nuk mendojmë se dikush duhet të na japë këshilla për këtë çështje. Ato rregullohen nga rendi ynë kushtetues. Ministri gjerman këmbëngul se për këtë çështje do të vazhdojë të veprojë po njësoj. Und wir sind froh und dankbar dafür. Ne jemi të lumtur dhe mirënjohës që Gjermania ka mundur t'i trajtojë këtë çështje deri më tani brenda vendit dhe besojmë se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë t'i diskutojmë pa pasur nevojë për këshilla nga jashtë. Deklaratat e Wadephul vijnë pas strategjisë së re të sigurisë kombëtare të SBA-s, e cila paralajmëron se Europa mund të përballet me shpopullim për shkak të emigrimit dhe uljen e numrit të lindjeve nëse nuk i ndryshojnë politikat. Në Florida po mbajnë negociatat mes SBA-s dhe Ukrainës për të arritur një marrëveshje paqe. Këshilltari i sigurisë së Ukrainës ka thënë se nevojitet garanci për sovranitetin në vendit dhe jetën e qytetarëve. I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, zhvilloi bisedime me kryenegociatorin e Ukrainës Rustem Umerov në Florida, të cilat i quajti konstruktive. Lajmi u konfirmua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar veçmas nga Umerov dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas deklaratës, gjatë 2 ditëve të fundit, Witkoff dhe Jared Kushner u takuan me sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Rustem Umerov, dhe shefin e shtabit të përgjithshëm Andriy Ignatov për të diskutuar një rrugë drejt një paqeje të drejtë për Ukrainën. Ky është takimi i 6 mes palëve brenda 2 javësh. Umerov theksoi se prioriteti i Ukrainës mbetet arritja e një marrëveshjeje që mbron pavarësinë dhe sovranitetin e vendit, garanton sigurinë e ukrainasve dhe krijon bazë për një të ardhme demokratike. Gjatë takimit, palët diskutuan rezultatet e bisedimeve që Witkoff dhe Kushner zhvilluan këtë javë në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Në deklaratë thuhet se bisedimet vijojnë, ndërsa të gjitha palët shprehen të gatshme të vazhdojnë përpjekjet diplomatike. Rusia është e paparashikueshme dhe agresive, kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në NATO në forumin e Dohas. Në forumin e Dohës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të NATO-s, Matthew Whitaker, deklaroi se Rusia dhe Ukraina janë më pranë se kurrë një marrëveshje e paqe, edhe pse negociatat mbeten të vështira dhe pa një parim të qartë. Sipas tij, Rusia ka treguar sjellje të paparashikueshme dhe agresive, por aleanca mbetet e vendosur dhe më e fortë se kurrë. Rusia është shumë e papërgjegjshme dhe shpesh e paparashikueshme. Ne duhet jemi më të fortë se kurrë dhe të mos tregojmë asnjë shenjë dobësie. NATO është më e fortë tani dhe me zbatimin e angazhimit 5% do të bëhemi aleanca më e fuqishme në historinë e planetit.
Ambasadori amerikan u shpreh se palët janë më afër arritjes së një marrëveshje, por rruga drejt paqes mbetet e komplikuar. We're closer than we've ever been to peace. Jemi më afër se kurrë për ta mbyllur këtë luftë. Ka qenë një proces i vështirë dhe siç ka thënë edhe presidenti Trump, është shumë e komplikuar të gjendet zgjidhja e dur. Kjo luftë duhet të përfundojë. Ndërkohë Rusia ka shtuar sulmet ndaj Ukrainës, së fundmi dron rus kanë goditur hekurudhat pranë Kievit. Pamjet nga vendngjarje tregojnë tymin e dendur që ngrihet mbi godinet e shkatruara të stacionit, ndërsa vagonët hekurudhor kishin pësuar dëmtime të rënda. Ne kemi mbritur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.